Etapa e krijimit të njeriut. Allahu e dërgoi Muhamedin a.s. pejgamber për mbar njerëzimin, ashtu siç thot Allahu i madhëruar: Ty Muhammed të dërgua mëshirë për të gjitha botërat. Muhamedi a.s. u dërgua pejgamber për nomadët e shkretëtirës. Ai u dërgua edhe për dietarët e kohës sonë. U dërgua pejgamber për njerëzit e intelekteve të ndryshme. Pejgamberët që u dërguan para Muhamedit a.s. ju dërguan vetëm popullit të tyre. Allahu në Kur'an thot: çdo popull pati udhëzues, pejgamber. Ndërkaq misioni i Muhamedit a.s. është për mbar njerëzimin. Prandaj Allahu i madhëruar mrekullinë e Muhamedit a.s. e veçoi nga mrekullitë e pejgamberëve të mëparshëm. Mrekullitë e pejgamberëve para Muhamedit a.s. i shinin vetëm bashkosit e tyre, ko pas kohe, sa herë që njerëzit largoheshin nga besimi i vërtet, Allahu u dërgonte atyre pejgamber, duke ju dhënë mrekulli që t'i ftonin njerëzit në besimin në një Zot të vetëm, besimin në Allah. Muhamedi a.s. është pejgamber i fundit i Allahut deri në ditën e gjykimit, dhe Allahu bëri që mrekullia e tij të jetë e përhershme. Nëse kërkojmë nga idhëtarët e feve të tjera që të na tregojnë mrekullinë e Musait apo Isait, ata do të përgjigjen se s'munden. Ata s'mund të na tregojnë shkopin e Musait dhe as të na tregojnë Isain se si i ngjalltet të vdekurit me emrin e Allahut. Ata do të thonë se ne këto i besojmë duke u përmbajtur shënimeve historike. E nëse pyetet muslimani për mrekullinë më të madhe të Muhamedit a.s., ai do të përgjigjet se është Kurani i shenjtë. Ky është Kurani, mrekullia e përhershme. Ai gjendet në duart tona dhe secili mund ta studiojë atë që gjendet në të. Allahu i lartë madhëruar thot: Thuaj, cili send ka dëshminë më të madhe? Thuaj, Allahu është dëshmues mes nesh e jush. Mua më është shpallur ky Kur'an që t'ja tërheq vërejtjen juve dhe atij që i komunikohet. Mrekullia e Kur'anit është dija dhe shkenca që gjendet në të. Allahu i lartë madhëruar thot: Po, Allahu dëshmon për atë që të zbriti ty, atë ta zbriti sipas dijes së vet. Bashkëkohësit tanë, studiuesit, profesorët e universitete me gjenit e mendimit njerëzor mund ta studiojnë dijen dhe shkencën që gjendet në librin e Allahut. Në kohën tonë dietarët kanë ecur shumë para nës të studiuarit e universit. Edhe Kurani flet mbi universin dhe qenjen njerëzore. Cili është rezultati? Ky është Keith Moore, njëri nga dietarët më të mëdhenj në anatomi dhe embriologji. Nga ai u kërkua që të jap mendimin e tij shkencor rreth vargjeve kuranore dhe thënieve të Muhamedit a.s. që i përkasin sferës së specializimit të tij. Profesor Moore është autori i këtij libri. Ky libër është përkthyer në 8 gjuhë: gjermane, ruse, japoneze, kineze, italiane, portugeze, angleze dhe bosnjake. Kur kërkuam nga ai të jap mendimin e tij mbi disa vargje kuranore dhe thënie të Muhamedit a.s. që kanë të bëjnë me fushën e specializimit të tij, i befasuar dhe i manitur Prof Moore tha: Si është e mundur që Muhamedi para 1400 vitesh t'i përshkruaj kaq saktësisht fazat e zhvillimit të embrionit në mitrën e nënës, gjë që u zbulua nga shkenca bashkohore vetëm para 30 vitesh. Manitja e tij së shpejti u shndrua në kurreshtje. Ai paraqiti mendimet e tij në disa simpoziume shkencore dhe mbajti ligjëratën me titull Përputhshmëria në mes embriologjisë dhe asaj që gjendet në Kuran dhe Sunet. Ky është Dr. Abdullah Nazifi, ish dekani i Universitetit të Mbretit Abdulaziz. Ai na prezanton Prof Moore për të mbajtur ligjëratën e tij. Ligjëruesi ynë i sotëm është Dr. Keith Moore,
prof i anatomisë dhe embriologjisë në Universitetin e Torontos në Kanada. Ai evoloi gradualisht derisa arriti në këtë shkollë. Në fillim ai punoi 11 vite në Universitetin Winnipeg në perëndim të Kanadas. 6 vjet më parë u bë përgjegjës i anatomisë dhe embriologjisë në Universitetin e Torontos. Ka udhëhequr shumë shoqata ndërkombëtare, siç është shoqata e dietarëve të anatomisë dhe embriologjisë në Kanada dhe Amerikë, shoqata e dietarëve të biologjisë ku përfshin edhe anatomia, embriologjia, biokimia e tjera. Është zgjedhur antar i shoqatës mbretërore të mjekësisë në Kanada, antar i Akademisë Ndërkombëtare për Biologji, antar në shoqatën e anatomisë për Amerikën e Veriut dhe atë latine. Ka shkruar një numër librash e mes tyre disa libra në anatomi dhe embriologji. Ka botuar 8 libra që konsiderohen manual për studentët e mjekësisë, të cilët janë përkthyer në 6 gjuhë: italiane, gjermane, portugeze, spanjolle, greke dhe kineze. Profesor Keith Moore thot: "Kam kënaqësinë që marr pjesë në shpjegimin e vargjeve kuranore dhe thënieve të Muhamedit a.s. që flasin mbi krijimin e embrionit. Jam plotësisht i bindur se këto fakte Muhamedit i kanë ardhur nga Zoti, sepse këto informacione shkencore shkenca e zbuloi kohët e fundit pas një pune shumë të lodhshme. Dhe ky është fakt bendës për mua se Muhamedi është i dërguari i Zotit." Mendoni mbi atë që tha ky profesor i madh, i cili është një ndër dietarët më të famshëm botror në shkencën e embriologjisë. Prof Keith Moore, kur i studioi vargjet kuranore që kanë të bëjnë me sferën e specializimit të tij, tha: "Gjithsesi, Muhamedi duhet të jetë i dërguari i Zotit." Prof Moore, kur e pa shushunjën që gjendet në moçale dhe e krahasoi me embrionin në etapën që Kurani e përshkruan, gjak i ngjizur, alaka, gjeti ngjashmëri të madhe mes tyre. Pastaj ai tha: "Vërtet embrioni në etapën gjak i ngjizur i përngjan plotësisht kësaj shushunje." Më pas ai solli vizatimin e embrionit në etapën alaka dhe, pasi e vuri pranë një fotografie të kësaj shushunje moçalore, bëri një krahasim sqarues midis tyre dhe këtë ja paraqiti mjekëve në disa simpoziume shkencore, sikurse shihet në figurën 1. Prof Keith Moore gjithashtu sqaroi se embrioni në këtë etapë është i ngjitur në mitrën e nënës, gjë e cila kuptohet dhe nga vetë fjala arabe alaka, që nënkupton diçka që ngjitet. Në këtë figurë shihet ngjashmëria në mes shushunjës dhe embrionit të njeriut në etapën gjaku i ngjizur, të cilën Zoti Gjeleshanu emëroi alaka. Pra, fjala alaka e përmendur në Kuranin e Shenjtë nënkupton njëkohësisht edhe gjakun e mpiksur dhe gjithçka që varet e ngjitet. Prof Moore gjithashtu thotë se kur embrioni gjendet në etapën gjak i ngjizur, gjaku është i mbyllur në anët e tij, para se të kryhet mbështjellja e embrionit me mbështjellësin e tij. Kështu embrioni i ngjan gjakut të ngjizur. Pra, fjala kuranore alaka përfshin të gjitha cilësitë e embrionit. Kush e informoi Muhamedin a.s. për këtë? Prof Moore flet edhe mbi embrionin, kur ai kalon në etapën tjetër, të cilën Kurani e përshkruan me fjalën mudga, që do thotë mish i përtypur. Ai solli një copë balte të tharë dhe e kafshoi me dhëmb. Pastaj solli një fotografi të embrionit dhe bëri krahasim në mes tyre, ku po qartë se vërtet embrioni i ngjante plotësisht mishin të përtypur mudga. Shumë revista kanadeze botuan rezultatet shkencore të Prof Moore. Kohët e fundit, Prof Moore shfaqi në televizion kanadez serialin me 3 pjesë mbi përputhshmërinë mes asaj që ka thënë Kurani famlar para 1400 vitesh dhe asaj që ka zbuluar shkenca bashkëkohore sot. Pastaj Prof Moorit i bëhet pyetja: "Prof, besoni ju se Kurani është fjalë e Zotit?" Ai përgjigjet: "Nuk gjej ndonjë vështirësi që ta pranoj këtë." Më pas i bëhet pyetja tjetër: "Si e besoni Muhamedin a.s. në kohën kur ju besoni edhe Isain?" Ai përgjigjet: "Jam i bindur se që të dy ata janë të njëjtës shkollë."
Pra dietarët botëror në kohën tonë janë në gjendje të provojnë se ky libër është zbritur nga Allahu, ashtu siç thot i lartmadhëruari. Po, Allahu dëshmon për atë që ta zbriti ty, atë ta zbriti sipas dijes së vet. Pra ata e dinë se Muhamedi a.s. është i dërguari i fundit i Allahut, në emër të Allahut, bamirësit të përgjithshëm, mëshiruesit. E atyre që u është dhënë dija e dinë se kjo që të është shpallur nga Zoti yt është e vërtetë dhe udhëzon në rrugën e të gjithfuqishmit dhe të lavdëruarit.